Atën që ky do ta eliminoj Vjosa Osmanin prej skenës politike. Patjetër. Për presidenti, po vlitet që jenë marrë vesh. Leonard Kërçuku, kolega em, përmeni atë në emision, tha, që pas vërimin nga presidenca, tha, vesh që jenë marrë, është arrit marrëveshja mes Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit. Tani nëse dikush e ka përjetu këtë punën e përkrajes me thik mas shpine prej Kurtit e ku përjetu onë, domethënë e di shumë qartë që është me shku tek te momenti i tradhtisë. Vjosa Osmani edhe Kurtit të dytë meritojnë me dhonë llogari para qytetarëve për atë që kanë premtuar dhe kush janë, se asnjëri nuk janë. Po thush që nuk e përkra Albin Kurti Vjosa Osmanin? Jo, këto janë, ky është menaxhimi ndërmjet i trupit elektoral. Kurti e kupton drejt që një pjesë e elektoratit që voton për Kurtin sot është pjesa që i beson edhe Vjosa Osmanit. Sado që është ajo si numër, por unë jam i bindur që është ka punon në drejtim që t'ja le fojnë opozitës sepse Vjosa Osmani nuk u zgjedh presidente. E mirë ti ndis Vjosa Osmanin? Po, patjetër. Atëherë, a duhet opozita të votë Vjosa Osmanin? Për mos me lënë realizimin e kësaj strategjie të zotit Kurtit, cilët thatë që kjo strategji ka një qëllim, shpërbërjen e të kaluarës, shpërbërjen e krejt vlerave të kalume, e vlerës aktuale, çka kemi krejt sot edhe shpërbërjes të Republikës. Qëllimi final është shpërbërja për Republikës. Ta shtrohet pyetja, nëse është a duni ta votoni, a duhet ta votoni si opozitë Vjosa Osmani? Tanë në parim, nëse shtron kështu, i bën që duhet me votu Vjosa Osmani. Jo, nëse po them, zoja bazi, unë vetëm shtroj si pyetje. Po në aspektin e shëndetit demokracisë, edhe të parimeve, principeve, më lejojnë dy sene shumë të rëndësishme. Ata argumente tash, po them, nëse na ndodh çka keqe. Jo, nuk e thash se është një argument shumë i rëndësishëm këtu. Nuk mundet me pas një parti politike edhe presidentin, edhe kryeministrin, edhe kryeparlamentarin. Se kjo është vdekja e demokracisë. Kjo është goditja për gjykatën kushtetuese, cilën është e bo. Na dy është vdekja e demokracisë. Po, ky zot një koalizimitetin e plot bazë kushtetutë të Kosovës ka marrë 51.3. Ka arsye pse janë 2/3 për mendoj. Ka arsye. Po, arsye ka se kushtetuta e Kosovës, me thjesht. Tani a meriton Vjosa Osmani me qenë presidente për herë dytë? Natyrisht që se meriton. Sepse Spari ka bo thyrje të parimeve të pavarësisë së gjykatës kushtetuese, kur e kanë nxjerrë nuk e meriton Vjosa Osmani me qenë presidente. Në fakt, Vjosa Osmani ka tregu thellësisht që është njeriu i cili bën akrobacione politike në interes të vetit. Domethënë e para për mua, që është shumë e rëndësishme, është mungesa e dialogut politik me partitë politike. Ajo është tregu e anshme plotësisht. E dyta është që nuk i ka rezistu të ndimit për interesat vetë me godit gjykatën kushtetuese. Është gabimi më i madh i çdo presidenti, e sidomos një presidenti që vjen nga fusha e drejtësisë, me godit gjykatën kushtetuese, mi kritiku vendimet e gjykatës kushtetuese. Si presidente, është fundi i pavarësisë institucionale, edhe është fundi i mirëkuptimit edhe besueshmërisë që pushtetet janë ndara në demokraci. Dhe e treta, që se kom thonë asnjëherë, Zonja Osmani ka dalë në konferencë për shtyp për fotografimin e vajzave të veta. E ka bo krejt Kosovën në alarm, po nuk e ka ngrit zonin për aty dy vajzat që i dhunu në mënyrë sistematike e që vllau i tyre o detyru me vra njeriun sot është në burg, e që duke i njohur mirë si familje, po ta them për herë të parë, e di që nuk kanë lënë derë pa trokit për me ngritë çështjen në përgjykata. Po flasim për çështje familjare, zoti Abbasi. Jo. Pak të limojt pa fakte, argumente. Jo, absolutisht. Nuk po flasim për çështje familjare. Po flasim për razin e presidentes. Adin, edhe këtu flasim me t'nime ka kanë lënë derë pa trekat, derisa s'kemi fakte argumente, zoti Abbasi. Jo, unë po flasim me fakte. Po dalni në mbrojtje të presidentit. Jo, unë po flas për fakte. Për akta akuzat ngritura që nuk janë marrë prej prokurorisë. Apo kupton, ky vend nuk do të më mësu me padrejtësi. Ky vend nuk mundet me jetu as me ecë para me padrejtësi. Ato dy vajza janë dhunu në mënyrë sistematike. Vllau i tyre është në burg për shkak se ka bën një vrasje, i cili ka menuar që drejtësia çashtu vënohet në vend sepse sistemi i drejtësisë nuk e ka marrë për bazë. E kuptoni? Po, nuk mujmë mshef këtë sene. Jo, po flasim për mshefin, apo flasim për llosin ballkanik. Sa mundet me llogari presidenti apo razin e burrit edhe se djani e burrit, apo dalim pillosit ballkanik. Jo. Që lidhemi me fol për drejtësinë. Nëse mujmë me fol me thirr konferencë për shtyp për fotografim
Ndërsa janë 2 vajza atje, që janë dhunu në mënyrë sistematike. Edhe kur